qoftë një Pashkë e bekuar për gjithë besimtarët, por edhe për gjithë shqiptarët. Uroj që drita e qeverisë e marrë mbrëm në Kish të ndriçojë zemrat e çdo individi, të çdo besimtari, të gjithë shoqërisë tonë, dhe të bëhemi më të mirë me njëri tjetrin, më solidar me njëri tjetrin dhe më të mbarë për njëri tjetrin. Dhe në këtë mëngjes të bekuar, ju uroj gëzuar Pashkën ortodokse. Besimtarve ortodoks dhe të gjithë besimtarve të Zotit, ju uroj këtë ditë Pashkë, ditë e shenjtë, e ngjalljes së Krishtit të mbret, burrit, hyjt, që me mësimet e tij ndikoj më shumë se kushdo tjetër në moralin e qytetërimit perëndimor. Uroj që Pashkën tjetër ta kremtojmë pak të keqet më të madhe që na ka rënë hise këto vite. Gëzuar.